janë faktorë. Ka shumë faktorë që janë gjë integrimit Shqipërinë bashkëkombëtare. Sa më kanë nxjerrë video që Dritan Goxhaj, që është njëri që ka luftuar në Kosovë, kanë nxjerrë bashkëpunëtorë të Iranit. Nuk kam ndërhyrë gjatë gjithë kësaj kohe sepse nuk kam dashur që ta Ulan Balla kanë nxjerrë sapo një video ku thotë po që Dritan Goxhaj që e ka ftuar sa herë si njëri që ka luftuar për Kosovën, sa po e ka bërë tani në këto momente? E ka bërë agent i Iranit. Po merre pyetje tani ta shikoj. Dhe ka një arsye që ka vënë. Ta marrë ta lidhë në telefon ta Ulan Ballën, pyetë pse e ka. Do ta lidhë në telefon. Po lidhë në telefon ta Ulan Ballën, thotë nuk e di, po kam përshtypjen që unë kam një postim ta Ulan Ballës për këto emigrantët që o vlla sa e kanë nxjerrë tani. Kam përshtypjen. Kam postim të fundit. Unë nuk e kam parë se po gjoja debatin me vëmendje, po futem kështu në formë pyetje se në shoh që s'ka radhë. Jo, tani është radha juaj. Tani kam përshtypjen që edhe zoti Balla është nisur nga se dhe unë gjën e parë që bëra, unë kam qenë debat disa herë me po, dhe këtë pyetje në fakt doja të të bëja, se ti ke patur shqetësimet e tua. I thirrje kemi patur kundërshtime të jashtëzakonshme. Jo, edhe me Goxhajn kemi qenë në disa panele, unë si ekspert sigurie dhe Goxhaj si ekspert sigurie dhe më ka mahnitur në mënyrën se si e ka mbrojtur Irani dhe gardët revolucionare. Dhe për këtë arsye, besoj që në status si bizbishte të dhoni dhe një analizë më po flas tash të lutem. Po pse më çfarë do da ditë zyrtar të Amerika. Do më lësh të flas mendimin tim dhe unë flas atë që mendoj unë dhe besoj që ti nuk mund të redaktosh mendimin tim. Lësh të flas edhe po them atë që nuk po se le dot apo. Po si se le. Po jo më nuk e le dot shumë. Po më është e pisët shumë. Po mos më le. Po mos më le pra. Unë kam qenë të respektoj edhe pas e kundërshtuar ty dhe kjo e bëga agenda. Zoti Koka, verifikoheni statusin e Dritan Goxhajt. Ju protestuesi e demokracisë dhe lirisë dhe drejtësisë nuk mund t'i merrni gjithë drejtë. Po Rio Faiksi deri para 6 muaj ke fol ndryshe tash që ke kaluar ke grava ne, s'le njeri si shtote Dirama i bëra armik, edhe bashkëpunëtor. Se kështu kjo është analiza tash. Do flasësh flit tamam, mbaj analizën, po bëjmë kod kodësh. Edhe për ato aty që po ti kapësh gjysmën aty, i kanë durë në Molotov akoma, po të bësh analizat i kanë ato pajisë, ato njerëz që na kanë ardhur nga një identifikuar se kush janë Molotov apo Molotova. Po i ko rritësh se ti ke qenë për shpirt dhe apo ishte ti para për Molotovin do për tani. Mos bëj shumose për le të flasim për gjëra. Dgjoj, Ledi, lëre ta përfundoj pak. Kam përshtypjen se unë e pash, është nisur nga statusit të cilët unë hapa faqen dhe ka më shumë statuse për Iranin se sa për Shqipërinë. Dhe nuk besoj që një njeri kaq atdhetar, një njeri kaq i devotshëm dhe një patriot kaq i madh i cili është merrakosur kaq shumë për Shqipërinë dhe Shqipëria që ka 1001 probleme, se nuk jam unë siç thot ai zotëria që kam fol vetëm fjalë qija dhe tani po flas fjalë mira. Unë po flas realitetin ashtu siç e kam menduar unë. Dhe kritikat të cilat i kam bërë edhe para 6 muajsh i bëj dhe sot. Mi pra, çfarë të shqetëson këtu? Shqetësimi është ky. Shqetësimi është ky sepse për të kuptuar më qartë shkallën e shkatrimit që Irani po i bën Amerikës, Iran duhet parë të shohim se cili është gjithë gur themeli i fuqisë amerikane real. Tani çka ka aty? Tani, ne kemi qenë, shikon. Tani, shumë veta e kanë bërë këtë analizë këtu në studion time, që si kemi etiketuar, pra që Amerika ka humbur në luftën me Iranin, e të roqi përveshi Izraeli dhe u fut në këtë luftë, pra është bërë këtë diskutim. Nuk është bërë këtë diskutim, se diskutimi është bërë për një viti dhe këtu ka patur rryma, dhe në falë nuk është i pari i cili ka dalë në atë protestë dhe ka mbajtur qëndrime. Ti thua ka të tjerë brenda protestës, megjithatë aty ka dhe shumë qytetarë që nuk e mohojmë dot. Aty ka qytetarë, unë nuk po flas për qytetarët të cilët ngret një ditë bukur, shkon atje dhe merr mikrofonin dhe ato mos kujto se nuk analizojnë se nuk ke shans ti të futesh aty edhe të marrësh mikrofonin të flasësh, po su skanove mirë. Se ti ke protestues me dhjetra protestues dhe ndiqe intervistat të cilët thonë duam flasje dhe nuk na japin drejtën e fjalës, duan ngrenë shqetësimet dhe me drejt kanë edhe shqetësime se nuk jetojmë në parajs. Ka njerëz